Rregullosh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran wa ba'd. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë, dhuntit, begatit i cili vazhdimisht na gëzon dhe na dhuron. Kurse salavatet dhe selamat ja dërgojmë njeriut më të zgjedhur mbi sipërfaqen e tokës, shpirtit më të pastër Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, xhamatlit të pranishëm, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundësoi që të agjerojmë edhe këtë ditë, ku lusë Allahun Azza wa Jall që të na i pranon të gjitha lutjet, të gjitha ibadetet, adhurimin dhe agjerimin i cili është pa kufi. Allahumma amin. Vazhdojmë me serialin e ligjëratave mëkatët e mëdha, ku sot do të marrim për një mëkat që Allahu Azza wa Jall është kërcënuar në librin e tij, po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam në sunnetin e tij. Ky mëkat quhet mosdhënia e zeqatit, ku shumë nga muslimanët në kohën e fundit kanë filluar ta anashkalojnë punën e zeqatit. Mirë, po kjo është, mos të harrojmë se është një shtyllë nga shtyllat madhështore të fesë islame. Ne dimi se obligimet janë të shumta, mirë po shtyllat janë 5, e nga 5 shtyllat e islamit është dhënia e zeqatit. E mosdhënia e zeqatit është një mëkat nga mëkatet e mëdha, ku si do ta shohim Allahu Azza wa Jall ju ka kërcënuar atyre besimtarve të cilët bëhen koprac, të cilët i japin përparësi epshit, nefsit të tij dhe grumbullimit të kësaj bote dhe nuk e kanë dert për ahiretin dhe përgjegjësinë e madhe që e kanë në ditën e Kiametit. Sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam tha kështu: "Law utiya ibnu Adam wadiyan min dhahab la tamanna thalithan." Nëse ju kishte dhënë birit Ademit dilugina me ari, do ta kishte dëshiruar, thot, edhe një lugin tjetër të tretën. Dilugina me ari, mirë po syri njeriut nuk i frihet, sepse njeriu është bë kësaj lloji i cili don vetëm se të grumbullon dhe pastaj vijon trashëgimia, ajo pasuri shpërndahet tek fëmijët dhe familjarët e tij, kurse personit të cilët Allahu Azza wa Jall ja ka dhuru këtë pasuri, i mbetet që ai ditën e gjykimit t'jep llogari për atë pasuri edhe pse ai nuk e posedon në duart e tij. Law utiya ibn Adam wadiyan min dhahab, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, nëse do t'ja kish mi dhon birit Ademit dilugina me ari, do ta kishte dëshiruar të tretën, wala yamlau jawfu ibn Adam illa turab. Mirë po, nuk i frihet syri dhe nuk i frihet barku i birit Ademit, por pose dheu. Kur dheu? Kur ti hedhish dhe në varr, kur të vurosët dhe ti hedhim dhe ta mbulojmë, atëherë thot mjafton. La yamlau jawfu ibn Adam illa turab, por pose dheu. Wa yatubu Allahu liman tab. Dhe Allahu ja fal atij i cili pendohet. Pra me këtë na tregon Muhamedi alayhi salatu wassalam se njeriu mundohet ngrumbullon nga pasuria edhe për atë çka i ka nevojë, edhe për atë çka s'ka nevojë. Me një hadith tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam na thotë që Allahu Azza wa Jall e zbriti pasurinë në tokë dhe i furnizoi njerëzit shkaku ta falin namazin dhe pastaj me atë pasuri ta japin zeqatin. Ibrahimi alayhi salatu wassalam kur e ndërtoi Qabën dhe ishte shkretin e madhe që nuk kishte asnjë send, çka tha? O Zot, kjo është një tokë e papunuar, një shkretin e madhe. Farzuqhum min ath-thamarati, ti furnizoj nga mirësitë e tua,
Rabbi, e çka tha o Zot, pse? Li uqimu salat, që ta falin namazin. Për ata është interesant, në shumë ajete ka ardhur që thot Allahu azza wa jall aqimu salata wa atu zakat. Nuk ka ardhën me nda namazin edhe zakatin, atë që janë të afërta, aqimu salata wa atu zakat, në çdo ajet falni namazin dhe jepni zakatin. Nuk ka ajet i cili fol për vlerën e namazit dhe ose për dënimin e lansit namazit, e nuk ja bashkangjet pastaj dhonjën e zakatit. Pse vëllezër të nderuar? Sepse dhonja e zakatit, zakat çka do të thonë gjuhën arabe? Në gjuhën arabe zakat do të thonë tuhur, pastrim. Çfarë pastrimi? Çka nën kupton me këtë pastrim? Kanë thonë e para e pastron llomin e pasurisë tënde. Ai i cili nuk jep atë pasuri, nuk ka bereqet në ta. 3 tematika i ka. E para është që është pastrim. E pastron pasurinë, e pastron zemrën tënde, shpirtin tënd nga çka? Nga kopratësia, nga ndurshtrëngushtmëria. E pastron shpirtin tënd, zemrën tënde, e pastron pasurinë tënde dhe ja pastron gjoksin të varfit fukarajës që e ka sprovu Allahu në momentin që ti jep zeqat dhe jep sadaka, ajo xhelozia të cilën e ka ndaj ti shukët me ndihmën që ja ban. E kjo çka? Që të ruhet shoqëria në mesin e njerëzve, që të zhvillon jeta në mesin e njerëzve, që të shtohet dashuria në mesin e njerëzve, nëse kishin qenë ketë njerëzit pasanik. Dhe asnjë njeri i varfër, s'kishte pas nevojë asnjëri për tjetrin, asnjëri nuk ishte bo punëtor të punon, asnjëri nuk ishte bo mjek, asnjëri nuk ishte bo profesor, asnjëri nuk ishte bo asnjë gjë, se ka pasuri. Mirë pa Allahu azza wa jall i ka sprovuar këtë jetë të varfër dhe të pasur, të pasurit a da japin atë pasuri që Allahu azza wa jall ja u ka dhënë emanet ative, apo nuk do ta japin, atë do të jenë do shtrëngum, e atëherë Allahu azza wa jall do t'i teston me këta. Është interesant. Ka ibadet i cili bëhet me trup si namazi. Ka ibadet i cili bëhet sikur agjerimi im shef që nuk e shef kur kush veshti Allah, në mujna me hangër, me pi, me bo qka s'mos, edhe mujna me ardh me net këtu, edhe mu shitën se i na agjeru si më i madh, mirë po ndoshta hajmi dhe pimi dhe kur kush nuk e shef. Pse se bëjmi ketë? Pse s'pimi ujë më shef? Pse s'hami? Pse s'pimi? Sepse e dimi se këtë e kemi për Allahun, se agjerimi është për Allahun dhe a ishë problem dhe ne nuk e bëjna këtë vepër për hir të Allahut azza wa jall. Dhe tjetra ibadet çka është? Ibadet është me pare. Ibadet me pasuni. Kujna Allahu azza wa jall i ka dhënë pasuri dhe e ka obligim me dhënë pasuninë. Nuk i obligohet zekati ai që s'ka. Për fat keq, zakonisht në për ligjëratat të cilët është tematika e zekatit, do të me qenë tregtar dhe njerëzit e pasur që ta shohin se çfarë shpërblimi të madh ka dhënia e zekatit dhe çfarë dënimi dhe çfarë mëkati i madh është lënia e zekatit. Allahu azza wa jalla në ajet Kur'anit kish ka thot: "Wailul lil mushrikin", mirë për idhujtarët. "Alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Mirë për idhujtarët të cilët nuk e japin zekatin e në ditën e ahiretit ata do të jenë mohuesit. E dietarët kanë thonën, ky ajeti po thot Allah për mushrikt, për ato që kanë mohu Zotin, apo që i kanë bërë rival Zotin. E çka kanë lidhje mushrikt? Mushrikt, a janë të obliguar me dhënë zekatin? Jo. Mushriki, jo muslimani, ateisti, krishteri, jehudi, budisti, kush do koft, obligim e ka njëherë të hien islam të thotë shahadetin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. E pastaj fillojnë gjëra tjera. Pastaj fillon namazi. E pastaj fillon zekati. E pastaj është agjerimi. E pastaj është haxhi. Pse këtu Allahu po thotë wailul lil mushrikin, mirë për ata idhujtar. Subhanallah. Dietarët e çka thonë? Disa njerëzi e din që është fars, e din që është shtyll e islamit, mirë po epshi i vet, nefsi i vet, dërshtërngushmëria e ti nuk e jep përparësi kujna epshit. I jep përparësi kanjës,
i e përparësi unit vetë që ai don. Për ata pejgamberi alayhis salatu wassalam ju ka thonë disa të cilët prej mushrikëve ishin konvertuar në krishterizëm. Në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam ka has edhe disa krishterë. E pejgamberi alayhis salatu wassalam ju ka thonë në atyre, ju jeni kon duke i adhurue priftit. I keni adhuru priftat, popat. Ka thonë, ja Rasulullah, si kemi adhuru në priftat. Ka thonë, nëse një prift, një gjë e cila ishte haram, e keni ditë se në librin e Zotit është haram. Dhe ai prifti ja u ka bo juve halal. A e keni bo halal? Thot, po e kena bo halal. Nëse një send ka kon halal, ju ka kujtu priftit me e bo haram atë senin. A e keni bo dhe ju haram? Thot, po, se e kena ndjek, e kena bo haram. Thot, tilka ibadetum, që kjo është ibadet mi bo dukujna. Se Allah është musherri, Allah është e që e ka prue hukmin, që e ka prue gjykimin, a është halal, a është haram, a duhet me bo, me vepru, apo a duhet me elonën, çka duhet me bo, me fal namazin, na ka urdhru me fal namazin, na ka urdhru me dhon zekatin, na ka urdhru me agjëru, na ka urdhru me shku në hax, na ka ndalu nga alkoholi, na ka ndalu nga mishi i derit, na ka ndalu nga kamata, na ka ndalu nga zinaja, na ka ndalu nga bigjozi. Do më thonë, Allah në ka urdhru, në ka ndalu. Nëse ne do çka e në halal, i bëjna haram, e do haram, i bëjna halal, duke di se është halal, ose duke di që është haram, ne japë në përparsi nefsit epshit ton, e Allah azza wa jalla çka thot me një ajet, e feraejte men ittakhadha ilahahu hawa. A e kene pa atë njeri, i cili e ka marr epshin e ti, egon e ti për Zot. Çka i thot epshi ti e ban halal? Nësi thot epshi ti më se ban, se ban. Nësi thot epshi ti flej, më se fal sabaj, s'del me fal sabaj. Do më thone e ndjek epshin e vet. E Allahu azza wa jalla po thot, wajlul lil mushrikin, e kanë marrën epshin e vet. Nefsin e vet e kanë marrë rival. Për ata i ka qujtën mirë për ata mushrik, të cilët e pasojnë epshin e vet dhe nuk e japin zekatin dhe dalin ditën e ahiretit mohues të çkajt. Çfarë mohues janë? Mohues të shtyllës së madhe të Islamit, e cila është, do të thotë, zekati. Mu për ata Allahu azza wa jalla në ajet tjetër i kërcënon thot, "Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda." Ata njerëz të cilët i depojnë pasurinë e tyre nga ari dhe nga argjenti. Dhe Allahu azza wa jalla në sure At-Takathur çka ka thonë? "Alhaakumut takathur." Juve ju ka preokupu grumbullimi i pasurisë, veç me grumbullu sa më tepër. Alhaakumut takathur. Deri kur ka me grumbullu njeri pare? Deri kur ka me grumbullu njeri ari? Deri kur njeri ka me dëpue se kenz, çka është kenz? Thesar. Çka është thesari? Thesari është përpara një gyp që kanë fut pare, apo një dollap, një qësh, apo diçka një sep, sot sepat e reja, apo bank është kenz, shtim, shel, do më thonë veshëm depon. Me këshira të pare, ndoshta i ka se me miliona, ndoshta nuk i duan ato pare hiç njëtën e vetë atina. Mirë pa ai do t'ja majt galën ative, do t'mja dhon zekatin ative, nëse se jep zekatin ka me pas përgjithësi dhe ka me pas llogari më tepër në ditën e Kiametit, derisa thuhet 50.000 vjet do të ketë llogari pasaniki para fukarajës. Pse? Sepse fukaraja do t'hin përpara se nuk i ka llogarit, edhe nëse i ka ket, tamam. E nëse s'ka tamam, është problemi edhe më i madh. Çka thot pejgamberi alayhis salatu wassalam? Ai njeri i cili ka pas lop, ka pas dele, ka pas deve dhe nuk e ka dhënë zekatin, do të del në ditën e Kiametit me një rafshin, do ta shkelin me thundra dhe do ta godasin me brina. Thot sa do të kalon kjo kohë kështu, ki dënim është për ato që se kanë dhonën para se të llogaritën. Thot 50.000 vjet derisa të llogarit Allahu azza wa jall krejt njerëzit për veprat e tyre, e pastaj ato do t'i merr në llogari dhe kështu do të vazhdon dënimi atyre, ai që se ka dhon lopën apo delën apo devën që ka pas shumë dhe e ka pasur pi 40 dhënve, e ka obligim me dhon një dele, e 39 i ka për veti zotnia, thot pse ku i do të më dhon këtë delën shtash. Kjo dele e kujna është. Kjo dele është e atina, nuk është e jotja. Kjo dele është e fukarajës hak, nëse ti e mban ata, është si mja marrë dukuj u ha ose borxhin dhe sa ki këthi borxhin. Ajo është e fukarajës. Ajo është e fukarajës.
Ne jopë në tatime shtetërore 40%, 30%, 27%, ma shumë e ma pak, edhe s'bëjnë azonë. Kur të vjere puna me dhonë zeqatin, sa është zeqati? A qatë shumë parë është? 2.5 është. Pi 1.000 eurove. Pi 1.000 euro, apo pi 100 eurove, zine, hajtë. Pi 100 eurove. Kimi dhonën 2 euro e gjisë. 97.5 janë tujat, i duko se shumë pare ka dhonë. Pse? Se shejtoni ja ban, ki mu bo fukara. A qka interesant, zeqati emnin e ka, e zekja e temennu el bereke. Zeqati e ka emnin pastrim, e ka emnin shtim. Kështu paksohet, aman këtu e ka shtim. Pse? Se ne bëjnë me matematikë. Matematika e jonë, me digitron nuk dalin këto matematika kështu. Ti e jep këtu Allah ta qelë punën që tërkuni. Ti e jep këtu, se kanë ere rësk. Qka është rësk? Dukush të rëski i njerit është vëshparja. A di, qka bereqet? A bereqet o vëshparja? 10.000 euro bereqet, 20.000 euro bereqet. Ka mundësi dukush mi pasën 1 milion euro, nuk knaqet ma ato 1 milion euro bot azat, a i cili ka 10.000 euro, knaqet ma ato 10.000 euro me familjen e vetë me kret. Pse, adin? Se aj që se jep zeqatin, ka nërë Allah Azza sprovon ata me smujet ndryshme, me smujet e vladve, me të kallën shpijet, me kallët kerit. I bohen problemet shumë të abire shpesh herë, nuk mundet me shvizu. E ka parën e vetë, i ka në bankë, ama ja la me kundrat shkoqta. A i ka parën në bankë, mirë po i runë, me ndonë se nëse merë pak dhe i hargjesit, a i do vesh me eshtue. El haku mu të kethur, hatta zurtu mul me kabir. Deri kur? Deri sa të vizitojnë i varezat. Kur vizitojnë i varezat? Kur të hini në varë, atër dhe thote mjaf ma. Ska. Allah thot kelle se jalemun. Ato do ta din. Në varë kanë me marrë vesh këtë mesele. Pse në varë? Se në varë, thot pejgamberi a.s. Ai i cili e ka pasën namazin, ka mi ardhen, ka krija, ai meleku që i dënon ka me pa namazin dhe s'ka me dënu. Ka me ardhë ka dora e djadh, ka kraj i djadh, ka me pa agjerimin, ka me mujt me hije. Ka me ardhë ka dora e majt, ka me pa zeqatin, edhe sën kam i. Ka marrë ka kom që i ka bo veprat mira, respektimi i prinderve, punë të mira, e nafile, e lezim Kur'anit e atë me shumë, sën ka me mujtën, thot, me pasi ki njëri qenë ka i mbrojtër i kompletu. E thot, më varë ka me marrë vesh, e pastaj, thot, thumë me kelle se jalemun, e pastaj, thot, në akiret e ka me marrë vesh, le ta alemun në hu, kanë me marrë vesh, ilmul jeqin, kanë me po më mesi. Kanë me po më dënimin, atër kanë me marrë vesh, kanë mu bindën. Ama deri sa t'hinë vërë, ata kanë me grumbullu pasuri, dhe asë si nuk kanë me pos derse, a do t'ajopin zeqatin ajo, edhe pse zeqati, si shtash është 2.5, zeqati është që ta shton pasurien, edhe një prej emrave e ka zeqatin kush, që e ka emin bereke. Qa po thonë bereket? Me pos bereket në pasunin tënde, me pos bereket në biznisin tënde, me pas bereqet shëndetin tënd, me pas bereqet në ngruën tënde, me pas bereqet në fëmijët e tu, me pas bereqet në çdo vepër tënde. Kur ki bereqet e ki pa dënjer me kohën, Allah t'jep edhe bereqet edhe në kohë. Ka një herë mundosh 1 javë, 2 javë ditë me sos një punësën e sos. Ka një herë brenda ditës 3 punë i sos. Sot qish i sos, sot pikulem të munut i sos, së një sosa, sot ka në konë në qaç letë mu ka duk. Bereqet ki pas në qatë ditë. Ose dhe një ditë, dhe një punë, nuk lodhë shumë, veç kur ta shosh ki punu shumë, të ka në ardhën mushterit atë shumë, ama si e lodhë i shokon dita jote e bereqeshme që jo ditë. E du të me ditë se njona prej kuptimeve të zeqatit është, el bereke, me dhënë Allah bereqet sa ma tepër. Pastaj, kush e ka obligim? E ka i musliman qili është, i cili ka pasurin e ka nisabin. Qka është nisab? Nisab, kanë thonë djetarët, është 85 gram ari i pastër. Cëli ari është i pastër? 24 karat. Se ka karata i cili është 22, e 18, e ajo e cila është ma e pastër është 24 për 24, dhe më thonë karat që është, dhe më thonë ari, ti mbrije 85 gram ari, e qka ka për pjetë pas ta jep. Nësa është 85, e të poshtë, nuk jep, dhe më thonë në qka zeqatë. Edhe kur ta barazojsh është një pasuri shumë e pakt, brenda këtë ditë ta mbrije nisabin, 85 gram, edhe ta mbrije haulin, do më thonë vitin komplet, ajo pasuria do më thonë tjetë që flej. Si vjet i ki 10.000 euro, një vjet do të menet ato 10.000 euro,
mas 10 vjetëve, mas 1 vjetëve, I jep ato, dhe të thot, e pjeston 10.000 euro me pjestim me 40, që shkanë thonë djetarët, është matematika me afërt që e bëjnë djetarët për llogaritin e zeqatit, dhe më thonë 10.000 euro pjestim për 40, edhe ju del dhe më thonë ajo hesapi, të cilën dhe më thonë do të me dhonë muslimani dhe të thot ketë zeqat. Sadakaja, apo zeqati, ka ardhur në hadith e sadakatul burhan. Do njëherë zeqati vjen në atë formën sadaka. E ka për qëllim dhe më thonën qka? Zeqatin. Allah azza wa jall qka thot? Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda. Ata të cilët e depojnë, e grumbullojnë pasunin e tyre nga ari dhe nga argjenti. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Dhe nuk e japin ata në rrugt të Allahut. Nuk e japin për hir të Allahut. Fabashirhum bi'adhabin alim. Ata përgëzoj për të Allahu. Jo tuti, përgëzoj në formë, do më thonë në nënçmimi ative. Përgëzoj ata me një dënim të dhëmshëm që kanë me pas në ditën e Kiametit. Çfarë dënimi pas ka me qenë në ditën e Kiametit ki dënimi? Thot Allah azza wa jall, "Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam." Kur do të digjen dhe do të kallën ata në zjarr të xhehenemit. Fatukwa biha jibahuhum. Ajo pasunia e madhe, kanë thonë djetarë, do të shkrinë, Allah do të shkrinë atë pasurinë, atë hekurin, atë arin, atë parën tone, thot me qatë nxehtësi të madhe, kam ja fuk fytyrave dhe ballit, kam ja gjek ballin atyre. Fatukwa jibahuhum wa junubuhum, dhe krahët, anësh krahët kanë ja gjek. Wa dhuhuruhum, që u ka lodh të punu, ju ka shtremu midisi për ato paret, edhe nuk e ka dhonë. Wa jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum, edhe do t'i thot Allahu azza wa jall, hadha ma kanaztum li anfusikum. Kjo është ajo grumbullimi, ai tubimi I asaj pasurie që keni grumbullu ju për vetin e juaj. Hadha ma kuntum taknizun li anfusikum, për ju fadhuku ma kuntum taknizun. Është ai shijojeni këtë dënimin e asaj pasurisë të madhe që e keni grumbullu ju atë ditë në dunja dhe nuk e keni dhënë zeqatin e kësaj pasurie. Ebu Bekri radiallahu anhu ka ndodhur një fitne në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, ku pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, muslimanët kanë filluar mos me dhënë zeqatin. Dhe janë ndonë 3 grupe. Mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, një grup I njerëzve disa kanë dalë prej feje. Një grup tjetër kanë qenë munafik. Një grup tjetër kanë qenë musliman, mirë po e kanë keq kuptuar argumentin e Allahut. Allahu azza wa jalla ka thot: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum." Allahu azza wa jalla thot: "O Muhammed, merri aty zeqatin muslimanëve. Pastroj ti ata, ta I pastron nga kooperacia, ja pastron zemrat, fukarove nga xhelozia, merja pasurinë ti pastroj ata. Wa salli alehim, dhe bën dua mbi ta. Inna salatuka sakanun lahum, sepse dua jote është qetësi e madhe në shpirtat, në gjoksat e besimtarëve." Ato kanë thonë Muhamedi alayhi salatu wasallam ka ndru jetë, edhe tash ne nuk kena nevojë me dhon zeqatin, se Allah thot: "Khudh min amwalihim." O Muhammed, merri u pasurinë të pasurve zeqati për tyre, khudh min amwalihim, nga pasuria tive zeqat. E ka thonë ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam, kujna me ia dhon zeqatin. Ebu Bekri radiallahu anhu çka ka thonë? Wallahi law mana'u minna iqalan kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala minha. Ka thonë wallahi, nëse edhe një visht vogël në transmetime dhe nëse një litar të vogël që ja kanë dhonë pejgamberit alayhi salatu wassalam nga zeqati, nëse nuk e japin sot, kam I luftu ata njerëzi. Edhe I ka luftu Ebu Bekri. Pse? Ka thonë se Allahu nuk e ka nda kur zeqatin, se ka përmen veç pa e përmenën e namazin. Namazit dhe zeqati janë përmen shumë ajetet Kur'anit, kanë thonë ai që I falet do të me dhonë edhe zeqatin, që e ka nisabin dhe e ka haulin dhe I ka kushtet, e ka me dhonë zeqatin, ose kam I luftu dhe I ka luftu derisa I ka kthia ata njerëzi me dhonë, do të thonë zeqatin, me tregu se është gjë shumë e shenjtë dhe është një shtyllë prej shtyllave të Islamit. Nëse nuk jepet zeqati, rrezohet ajo shtylla, pastaj dëmtohet shoqëria e muslimanëve nga të varfërit, nga nevojtarët që kanë nevojë nga ajo pasuri që Allahu ja u ka caktuar atyre për m'ia zbut zemrën, për m'u ndihmue,
për mi nxjerr nga situatat e vështira të jetës së bote dhe për tu solidarizu muslimanët nërmes vete për qenë human njëri tjetri. Allahu e ka bërë dhe shtyllë të islamit këtë zeqat që me dhonë musliman dhe mu ndihmu nërmes vete. Po ashtu Allahu azza wa jalla thot: "Wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih." Mos mendojnë se ata që nuk e japin për hir të Allahut, ata njerëzit, huwa khairun lahum, ajo është për ta, bel huwa sharrun lahum, ajo do të jetë për ta dënim. Ato që kanë pasuni dhe e grumbullojnë, edhe mendojnë se kjo super, i kam punë se kam një pasuni shumë të madhe, dhe nuk e japin zeqatin, mos mendojnë ata njerëzit se që kjo pasuri që kanë grumbullu shumë pare dhe nuk e japin zeqatin, mos mendojnë ata njerëzit se ka me qenë në hajrin e ative, në të mirën e tive, bel huwa sharrun lahum, ka me qenë e keqe për ta. E çka thot Allahu azza wa jall? Sharrun lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah, që ajo pasuria atyre kam u bën si një hallk e zgjarit dhe kam ju ka për qafat atyre, kam ja shtrëngue, kam ja ngol frimën, kam i thonë ajo unë jam kjo pasuria jote, që shpirtit dil ke mas muë, që stresit zike gjithë natën, nuk zike xhumi, se po të hupin këto parë, që sot me ti jam, ja shtrëngon fitin atij njerit, me i tregu se në dunjot të nal ke frima, edhe këtu kina me ta nal frimën për to parë. Edhe në fund s'ki marrë kur gjo, ja ki lonën këtë njerëzive trashëngimtarve, në momenti që i del shpirti kur gjo nuk mbetet më vendin tonë. Nëse i ki miliarda, miliona, shpija, toka, kretujat, në momenti që i del shpirti, çka mund me të bëjë? Nëse ki dhon zeqat, po, ki dhon sadaka, po, ki ndresh xhami, ki dhon hajrat, po, ki ndresh në medrese, po, ki ndresh në shkollë, po, ki ndresh në spital, po, ki bo në i bëmirësi, në i bunar, duke unë ku s'ka uja, në i qeshëm, ki bo diçka, ki dhon sadaka, ki mësu talebe, ki mësu... Po, ama që ato që ka i kilonën, që ato vetë se ki mu logarit për ato, edhe ki mu dënu bashkë me ato që se ki dhonë, se je frigu se po të paksohët ajo, e në fund nuk i pas ku një qëfar dobije nga ajo. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë kështu: kush nuk e jep zeqatin. Domethënë kjo folet për shtetin islam, kur shteti islam e ka emirin e vet, e ka udhëhecin e vet, dhe ai e ka një grup që shkojnë nëpër fshatë, nëpër katune, nëpër vende që i njohin njerëzit dhe shkojnë çdo njëri t'ja llogaritin sa ka zeqat, e shohin tokën, sa ka pi tokës, sa ka pi deleve, sa ka pi deveve, sa ka pi lopëve, e shohin sa ka pi pasurisë këtë dhe ja llogarisin edhe e din se çka sa duhet me dhon ai zeqat. E thot nëse një njeri nuk e jep zeqatin, atër shkojnë ata njerëz bashkë me sigurimin e tyre, ja marrin zeqatin sa e ka, edhe gjimsën e pasurisë ja marrin si dënim, si ndëshkim, i cili është lidh mas asaj pasunie që nuk e jep. E për ata njeri kur e jep pasunien, edhe kur e jep zeqatin, i pastrohet zemra. I pastrohet zemra nga kopratësia. I pastrohet zemra nga dëshmëria. E shese tu dhon i qelët, se të e liru dorën, të lirohet dora. Të shtrëngohet shumë dora. E ku shtrëngohet shumë dora është problem se dhe familja jote hekin edhe ti hekën, shkaku se bëhet pasuria jote dhe epshi o të zot. Ajo të komandon. E për me liru njeriun prej këtij problematikut, është që dhe njeriu jep. Dhe sërë që jep, Allahu azza wa jall ja shton. Se kishte bon njoni, një shinkon t'i vllazën njënit, ja kishte shtu Allahu pasurinë, e tjetrit se kishte shtu pasurinë, e i kishte thonë, pse be ti Allahu po t'jep bereqet që unë po punoj sikur ti nisoj. Ka thonë, valla unë pi rrogës teme, pi diçkait, e jap zeqatin, po përveç zeqatit çka fitoj, shpërndoj diçka nga rroga ja për sadaka fi sabilillah. Ka thonë ai vllaja, çështu kanë apo? Edhe ai kur e ka marrë rrogën, një 10%, 20% për rrogës e ka shpërnda. Mirë po bëhet një kop 4-5 muj, 6 muj, ti prap i shtohet ki te poshtë. Thot o vlla, thot, çka o puna, thot, unë ket te poshtë, e nalt jo. Por çka e të dhon be vlla, po e dha be vlla, thot të mshtohet. Thot unë nuk e hap të mshtohet. Unë e hap për Allah, Allah më shton, ti ke më vot tregti, Allah po të jap një 100 euro, kishë një 10.000, mos e na jap mi. Unë po i shpërndoj një 100 euro, ti një 20.000, mos e na muin që vjen. Jo, nuk bëhet kjo llogarisht, unë po të jap. Ti nuk e të vot tregti. Ti e të bëj për hir të Allahut një vepër, për shkak se e bën për hir të Allahut atë vepër, Allahu ta kompenzon pastaj në punë, ta kompenzon shëndetet, ta kompenzon mallet, ta kompenzon në mushteri, ta kompenzon çdo send që ti nuk e din. E thot pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e dërgoi në Yemen Muadh ibn Jabelin radhiyallahu anhu, çka i tha, innaka satati qauman min ahli alkitab, o Muadh, kemë shku tek një popull të cilët janë idhtarët e librit. Të cilët janë idhtarët e librit në Yemen.
Tha, awwalu ma tad'uhum shahadatu la ilaha illa Allah. Gjëja e parë që do t'i ftojsh njerëzit në fe është t'i ftojnë shahadetin la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. Fa in ata'u lidhalika, nëse ata të bindën këta, fa'alimhum anna Allah iftarada alehim 5 salawatin fil yawmi wal layla, banjo me dije se Allahu ja u ka bo obligim atyre 5 kohë të namazit natën dhe ditën. Fa in ata'u lidhalika, nëse ata të bindën në të, fa'alimhum anna Allah iftarada alehim zakaten tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Allahu dhe ka bën një shtyllë tretë, e cila është zeqati, mirët nga të pasurit e atij vendit dhe ju jipet të varfërve të atij vendit. Do të thonë zeqatin e ke obligim nëse rrethin më të ngushtë ka i njeh. Nëse të ki familjar i jep një e lidh atë farefisnien, edhe e dyta i ndihmon apo fqi apo rrethi jot, e pastaj nëse sheqin rrethin tën ku i njeti nuk ka, atëherë del, domethënë jashtë rrethit tën. Me këtë hadith nën kuptohet se mirët nga të pasurit e vendit dhe jipet nga të varfërt e vendit. Mirë po, mos mendoje dikush se ato e dhonën atë pasuni, atë zeqatin, e në të mburët të krenohet, unë e filonit e disa i kum një mube sa zeqatin ja kim dhonën. O ti ingratë, ti e ki ek një obligim që ki kon të dënu për atë dënimin, atë borgjën e ki dhonë, bile me elhamdulillah që ki pas njerëzi që ta kanë pastru e pasurin tonë e ki dhonë zeqatin. Mos u mbur me ata se farz e kije, se ki dhonë nafilet i zeqat. Zeqati është farz, e ki obligim, sikur e laj namazin, e laj agjerimin, ki dënim, që shtu e ki dënim edhe nëse nuk e për zeqatin. Mos u mbur me zeqatin. Allah azza çka thot, ja ju alladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, o që keni besuar, mos i asgjësoni veprat e sadakajës duke ju mbur njëri tjetrit se unë jam të dhon, apo duke ja përmena, e mamen kur të nimojsha në tjetër. Ai mamen kur i patë pot punë të keq. Jo, ti e ki obligim, është për mi ndihmu fukarajës, ka nërë bëhet shkak fukaraja, mi ndihmue, mi dhoni sasi, që ai fukaraja me ato pare, me nis me punu në nështë vitin tjetër edhe jep zeqat. Ten edhe një këtë shkuptim e ka bëhet, dukush e ka një zeqat, ta shdojmë 1.000 euro, edhe shkon 100 euro njanit, 100 euro një qetrit, 100 euro qetrit, edhe menon se kam ri shumë se vape se 10 familje, kur gjos ki bo? A i një të shku me në market një kese, apo një kese e gjysë ka me mushe dhe që ka mu hargju dhe s'ka mu. Jo, ma e mira është t'japsh dukujna që ka me pas mundësi ma ato pare me sos dhe një punë. Kemi a pagu qiran për 1 vjet dukujna, që është me qira që i ka kushtet e këqia. Këtia ki lecu për 1 vjet, ja ki ndërtu një shpi, e ki rahatu për ta njetën, kema nuk ka nevoj ma. Ka shpi, për me hangur, për me pi, ndoshta mundet t'ja del. Ja ma janë do të gjona, sikur shpia, vatoni që janë esenciale, apo është smundjet, ilacet, operacionet, apo janë do të gjona që e ki hekpi një vështërsie. Kjo është alama e madhe dhe alama e mirë, sa jo tjetra që ju mendoni se e keni bo një punë të madhe. Po ashtu, Allahu Azza wa Jall po na tregon neve se kujna du të mi dhonë zeqat. Jo kujna të nëmtekët neve, filonit, po më duke gjallimir, që ti po jap zeqat. Ose me qëket i kam muhabetet mirë, që ti po jap zeqat. Qëket e kam shok, po jap zeqat. Jo, Allah i ka caktu se kalon dorën e pasunikit, se qka du të me bo. Sikur namaz, a mund është me shpik dishka me thonë, unë për i bëj dirukuja, disegje, jo. Janë kohët e caktume, janë vendet e caktume, janë mënyrat e caktume, me abdesën me të prejnë në tekbire dherin selam. Edhe te zeqati. Nëse ti e musliman, edhe i zotron ato parët, edhe e ki një sabin që mbi 85 gram arit pastër, edhe e kalon 1 vjet, e ki obligim ti me dhonë zeqatin. Ti e ki obligim me nëzirë qatë zeqatin që ka i ki 2.5%. E kujna mi a dhonë, Allahu Azza wa Jall na thot 8 kategori, janë 8 grupe, janë 8 nivelet njerëzive që do të mi u dhonë vetëm se ative, jo tjerve përveç ative. Çka thot Allahu Azza wa Jall? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Allahu Azza wa Jall thot zeqati është për fukarajën dhe miskinin. Çka është fukara? Ka thënë fukara është ai njeri i cili ka me hongër vetëm sot ose e ka për një javë ditë ose i ka caktuar, ndoshta edhe muaj nuk mund ta nxjerrën deri në fund. Kjo është fukara. Miskin, çka është miskin që thënë ne ingrat?
Fukara edhe miskin i ngrat. Çkush është ki njeri I cili del deri në fund të muajit, mirë po nuk I mbrin gjona të tjera. Shembull, nuk I mbrin me shkollu fëmijën. Nuk mbrin shembull në spital mi pague ilaçet. Nuk mbrin do të gjona çka I ka të paqetërsueshme në jetë, me hangër me pi po, thot, po këto qera se një mri kurkun si. A lejot mi dhon, po, lejot mi dhon edhe fukarajës, po edhe miskinit. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alayha. Kush janë ato amilina 'alayha? Ato që punojnë me zeqat. Në kohën e pejgamberit alayhis salam e ka caktuar një grup të njerëzive të cilët kanë shku në katun, vend, shtëpia kanë llogarit pasurinë dhe ata janë marrë vetëm me këtë çështje, e atyre ju ka takuar një pjesë në formë të rrogës, sepse ata janë kujdes me ambledh pasurinë edhe me çuën në arkën e muslimanëve e pastaj mu shpërndajo. Nëse ai kishte punuar atë kush kishte pas dikush tjetër që ta lun këtë rol. Domethënë një pagë që e kanë marrë nga zeqati. Këto kanë drejt me marrë nga zeqati se janë të lidhur vetëm me punën e zeqatit punojnë. Wal amilina alayha wal muallafati qulub, edhe dikujna me azbut zemrën. Në këtë rast kanë thonë dietarët, edhe atyre qafirave e kina I kojshi qafir, e kina I kojshi mos besimtar, edhe është I dop në pasuri, mirë po ka cilësi të mira që me shkuti mi dhonë, mi thonën, jo vesh mi thonë meri çto parët, hajt. Jo, me shkuti shtëpia, mi thonë ne musliman të kina një fej madhështore, dhe I kina disa parime fetare, dhe I kina disa shtillat fejes, dhe njona për shtyllave kryesore të fejes për 5 shtyllave është zeqati, dhe e kemi obligim 10 mi u ndihmu njerëzive nevojtar që ata mës me hekën në gjënat elementare të jetës vetë, dhe unë të kumë zgjedh tije si kojshi me të ndihmu se e kina farz dhe obligim prej Allahut, Islami na mëson neve kështu. Që atina mi azbut zemrën, që kur thote që ki Islami dhe më thonë, jo pi muë, po Allahu, neve si musliman, na ka obligu me dhonë zeqatin, e ki Islami madh na urdhron s'ka lidhje ai e musliman, ai si e musliman, nëse I e nevojtare kemi obligim me ta dhonën çka një sasi të hollave, çka me ta ndihmu tije jetën e vështirë me ta lehtësue. Kur ta shohë se Islami kana kështu po I nxit ka njerëzit me bu mirë, Islami nuk po I këshir ka kana musliman as kana musliman, Islami po I këshir ka njerëzit çka përni me humanizmi kana te musliman te Islami, bëhet sebeb mi azbut zemrën edhe me pranu fejen. E disa tjerë kanë thonë në çka kanë me Islam dopt, janë do njerëzit na përkatune, na përdovene, edhe kafeja ndibidusa, edhe ka dunjoja ndibidusa. As kafeja as kanë zdin kur gjo, pa edhe ka Islami zdin as me marr abdes, ndoshta zdin edhe gusull me marrën, pas zdin edhe me u falën, e me shkun ato njerëz në atyre vendeve me mazbut zemrën, me adhon zeqatin, e ndërkohë mi u fol për Islamin, me azbut zemrën, me I përforcu ato në Islam se ndan nga dalë ato dalin për fejë se nuk e di që kanë dalë nga feja. Do më thonë çka? Me vazbut zemrën njerëzive, qoftë jo musliman, qoftë ato të cilët janë që thënë kanë hin Islam me papuçe, edhe në moment tak I hek pikome. S'kan hi me çizme kështu shtrënguar deri në natë, aty çish duhet me ditë që dal. Do të thonë mi unimu çative njerëzive, ndal nga dal me vazbut zemrën, mi forcu me I kthy në fe, me dosht fen më shumë, ne atu pa na për kanala, televizorin, atu pa, ne mendojna për familjes musliman, thotë ej vllajën e kam musliman, babën e kam musliman, nanën koi diçka unë sa xheroj, unë s'm intereson kur s'kena pa kur gjë, hajr pi Islamit, çka ka pi Islamit që sa vjet e ku majt përpara Ramazanin, po shtaj se maj, përpara jam fal, po shtaj s'falna, kam pas mbulesë me një vak, po diçka pimrena mvike, diçka s'është jo që e kam e nati, po diçka mvike pimrena me heket mbulesën, s'kem mbulesë, diçka s'po duket diçka mirë, e kum hek mbulesën. Jam të një vetin pak më të lirë, se mu ka duk veti pak si më I kufizum. Do më thonë, këto njerëz janë me shqype dhe janë dopt në fe një mon. E ka raste në kësaj raste, me ndihmu dukujna me forcu e prap me e këthi në fe. E kjo, do më thonë, e ka edhe këtë epitet e ka, do më thonë, zeqati. Innama sadaqatu lil fuqarai wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulub wa fi riqab, dhe ata të cilët kanë qenë në zan peng kohën e luftës. Do më thonë, kohën e luftës, si kur shtajna për luftat botës, shema dhe kanë zonën një prej muslimanve, a ka drejt mi dhonë zeqat ati njerit, që me liru ata, I kërkojnë 1.000 euro, 10.000, 10.000, 100.000 euro, 200.000 euro, 1 milion, 2 milion euro,
A mundet me parët e muslimanëve mu të bu 1 milion, 2 milion euro, me lirua një grue, një thmi, edhe burr, pa edhe luftar, nëse ata pranojnë kompenzim pare, po lejohet me parët e zeqatit, Allahu po thot edhe atë me lirua prej pengjeve. Derisa kanë thonën, lejohet me e lirua edhe një të burgost, i cili është i burgosur pa faj, e i ka bo e zullum shteti, është njëri mirë, është musliman i mirë, falët ketë, ja kanë buna me shtallë shtetja, dukushan e kanë shtim burg, e dina 100% që njëri s'ka faj. A lejohet për zeqatit me i dhonë këti njerit me ndihmu, edhe me ushqim rejna, edhe derisa dala, po me pagu me dalë, edhe me arrujt familjen, po lejohet për zeqatit si kje dhe kjo është marë si peng. Do më thonë ati, lejohet do më thonë me dhonë pasunien e zeqatit për me liru këtë njeri. Wa fir rikabi wal garimin. I 7 llojën garimin. Kush janë garimin? Ato të cilët janë të fundost, janë të buguldis që thënë borxhe. Ai shembull e ka një shtëpi, e ka një kerr, e ka një punë, ama me çat rrogën çka e ka ai, edhe borxhin e madh çka e ka asnjëherë s'e paguon. Ne thëna jo për dëkan që ka shku ka lujt në parata, që i ka harxhit në parata, kupton? Jo, muhabeti është dukush ka in tregti, ju ka të kek shtëpia, ju ka kall, ka bot diçka, u ka ndodh diçka që njeri ka him borxh apo ka pas ndonjë smuje në operacion, hallet njerëzive të shumta, tash mos thimi këtë hallet i cekmi, kryesora ka him 50.000, 60.000, 70.000, 100.000, edhe ai rifi thot me punuën tan jetën time kursën i doj, unë muj i kam për shembull 500 euro. Kur pi 500 euro unë është me i dati ti paguash 100.000 euro. Edhe kusht pret 100.000 euro, ka 100 euro më ja dhon mujt. A kupton? A lejohet ti njerit minimu? Po. Lejohet se ki me dhe me shit shtëpinë kerrin ki me të sokak, alo ma keq. A mund me pagu masë në ki qirajnë e punë të qera për marrë në veti? Kur dhe vete në veti? Do të minimu masë me ablej shtëpinë me këti prapë shtëpi. Do me thonë, wal garimin aleha, wa fi sabilillah, dhe ato që janë luftar në rrugt të Allahut, ato që luftojnë, do me thonë njerëzit që janë në për luftat, që i ndihmojnë muslimanve, varujnë dherin muslimanve, varujnë pasurin muslimanve, varujnë venin muslimanve. A lejohet me dhonë zeqatin të luftart, lejohet me dhonë zeqatin të luftart, lejohet me vadhonën familjet ative luftarve, se e kalon familjen, e ka sakrifiku ketë, ka shku me luftu, a ban ju një mu ative, ban ju një mu ative. Fi sabilillah, kanë thonën këtu hin edhe studentat. Ka njeri i cili kushtet nuk i ka të mira, mirë po është i zgjut, është student i shkëlqishëm dhe ka mundësi mu bo një doktor specialist, mu bo një inxhinier specialist, mu bo një njëri që ka mbi bo dobi krejt umetit muslimanve, shqiptarve, krejt njerëzve, mirë po kushtet i ka do me thonën jo qatë sa ka nevoj, mi pagu prodhimet e tatimet e problemet tjera për me mri me sos, a ban mi dhonë edhe këtive do me thonë zeqat? Po ban mi dhonë do me thonë edhe këtive zeqat. Wa fi sabilillahi, edhe i fundi për këtive është wabne sebil. Wabne sebil, kush është ai? Është ai i cili ka mbet midisu dhe mund të më konë pasonik, mund të më konë njeri me ardhë me vizitu Maqedonien, edhe dukush me ja vjedh parët, apo me ju hub parët, me ju hub ketë gjonët, edhe njeri jeton largë, edhe i ka mbet midis rrugë, as në ton, as në keton, a lejohet mi dhonë t'i zeqat, lejohet mi dhonë zeqat, nëse ka nevoj mi ja pagu aeroplanin, apo mi ja pagu udhën, mi dhonë ushqim, e pare sen, deri sa të mrinje ku të vendi i vetë. Pse se mund mi ndodhë gjdo kujna me hub në një vend, ja vjedhin ketë edhe mbet, as telefon, as lidhja, as kun një qfarë ashtu. Edhe me shkullë ki në një vend ku i për zeqati, ose në bashkësi islam, ose në një vend, qka e din ose institucione fetare, qka janë, sikur merkezat që ju thënë qendra islame, edhe me shku me thonë, sun qështu. A kupton? E ato lejohet me marë për pasunijes, do me thonë zeqatit, me a pagu këti deri sa të mrijete të veni vetë. Edhe në fund, është çështja pse jena në Ramazan, zekatul fitr. Është interesant, pasurija zeqat, me thonë, edhe në fund, Allahu Azza wa Jalla ka bo obligim që me thonë zeqat edhe kur ta xhiroje njëri. Kanë thonën pse me thonë këtë zeqat, do me thonë zeqati kanë me pastru pasurijen. E zeqati i agjerimit ka thonë me pastru agjerusin, që ka thonën e zekatul fitr tuhratul lisajm min el lagwi wal warath, ka thonën zeqati i fitrit
është me pastrua besimtarin nga ndonjë fjalë lapsus që i del nga goja, ndonjë sharë, ndonjë ofendim, diçka që mundet me gabu gjatë Ramazanit, e me u kon në fund me dhon zakatul fitr që me a pastrua ati agjerimin nëse ka bodin eventualisht dhe një gabim të vogël. Honina njerëzi, mujna mu nervozume dhe kanë, mujna me fol në i fjalë, mujna nëse me dollë dhe njerë pi kontrole diçka, e sidomos ato që e pin duhanin, që e pin kafën, bile disa qatë që i hup dalin pi kontrole, e që ka thojnë, a ka mundësi të na vinin si firë, mos na hajtë një iftar, se s'dina as muhabet një bo, as kur gjo, po na shpotojnë, na i sen, na i gojnë, na i sen s'dina të bëjnë muhabet. Se mas dhejtëve hënes janë isë në mu këthjel. E zekjati i fitrit qka është dhe me thonën me dhonën ushqim, është më e mira që e ka thonë për mësëm, pse kanë thonë se pi pasurijës, ki pare, jep pare. Për ushqimin kanë thonë jep ushqim standard që ka hati iftar, që ka e kitjat ati iftarin standard. Nëse i e vip, ative vipave që i kikit me mish Ramazanin deri në fund, e jep me mish, a 700, 800, a 20 euro e kijet, ashtë nuk e di, dukush e ka 20 euro iftarin, ndër 20 euro nuk bjen. Dukush e ka 15 euro iftarin, dukush e ka 10 euro iftarin, dukush e ka 5 euro iftarin. A kupton? E tash varet, nëse ti jepi ative, jep në qatë nivel që ka jep. Pa marë parasysh e se shmimet lëvizin, hipin, zbritin. Dhe njerë ndoshta qaj ushqim që e ki bleje sot që është shumë shtrejt, dukura ka qenë shumë lirë. Mirë po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka thonë për ata, jep një ushqim. E në kone pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka qenë ushqimi, me dhon hurma, me dhon oriz, me dhon gru, me dhon helb. Ka çka? Ka thonë 4 grushta. 4 grushta të mëdha, grushta të mëdha. 4 grushta. Kjo është për një person. Kanë thonë paraforcisht nëse janë 4 grushta hurma, me imno, paraforcisht deri në 3 kg del. Domethënë me dhon ushqim. Atë ushqimin që ka e hajnë, do me thonë njerëzit, me ketë e pastron. E kanë thonë djetarët, a ka mundësi të njerë mu dhonë pare, se dukush ka thonë, jo, për me angër, për me pi kam, po më duhen do pare për ilaçe, për gjona, për sene, edhe pse në origjinë është për ushqim. Mirë, po dukush të për me angër, më ka impru ketë ka pak, ama kam nevojë për do pare, se i kam do ilaçe, se një mri. A ban një adhonë edhe kjo pjesë e zekatit. Situata veçanta, mirë po ma vdal, ma e mirë, ma e pranueshme, si pas sunetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me nxjerr do thot ushqim. Edhe kur nxjerrët, dietarët kanë thonë nuk ban me nxjerr zakatul fitr në fillim të Ramazanit, as në mes të Ramazanit, me nxjerr në fund të Ramazanit. Bile kanë thonë 2 ditë të fundit, 1 ditë të fundit, bile nëse ka mundësi dikush para se me shku në Bajram me dhonën, alo më e mira. Pse? E ka pastru këtë Ramazanin, e ka hangër, domethënë atë ditë më sillën apo iftarin e fundit, edhe e kam lë zakatin, edhe shkon një ep edhe nesër del e fal Bajramin. Po nëse s'ka mundësi është i angazhum, është me punë, ka mundësi ta doje kohën, atë 1 ditë më herët, ose 2 ditë më herët, po edhe 3 ditë më herët, e ka raste që s'ka mundësi, ose nuk e din, ka dhe disa xhamia, ose ka disa vende të cilët do të thonë mbledhin zakatul fitrën dhe pastaj ato i bëjnë pakovka, i bëjnë kutinja, blejnë do të thonë ushqimet ndryshme që i përdorin populli jon, edhe ja u shpërndajnë do të thonë kutinjat, pastaj do të thonë atyre që kanë nevojë, domethënë nevojtar, në këtë grup hinë edhe ato, domethënë piktive 8 llojeve që i përmendëm, hinë domethënë zakatul fitri takon edhe këtive 8 llojeve tjerë. E zakatul fitri ripet për çdo kan, kofti i madh, kofti i vogël. Jo vetëm mu dhon zakat për atë çka xheron, edhe ai çka sa xheron. Nëse o fëmia 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, nëse o fëmia edhe 1 vjet, edhe për çfarë sa antar i kije për ketush me dhonë zakatul fitr. Bile deri sa ka thonë Imam Shafiu, është mirë me dhonë edhe nëse është 7 zonë e gruaja jote dhe ka fillu t'i punoje, do me thonë zemra dhe i ka arë shpirti, ka thonë ki ka me lindën, ma si e ka zonën Ramazani me shpirt, e në përket në zemrë. Edhe pse dietarët kanë thonën ke ende s'ka lind, po Imam Shafiu e ka pas si ide, shkaku se edhe ki ka shpirt, edhe ki është një pjesë e familjes, do me thonë pjesë e jonë. E lusim Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala të na jep begati, bereqet në pasurinë tonë, na bën të dashur dinin ton, ta sakrifikojmë atë që Allahu azza wa jall na ka obliguar, sepse Allahu na ka dhuru, Allahu na ka dhënë këtë pasuri dhe na ka dashur ne ta pastrojmë shpirtin ton, ta pastrojmë zemrën ton, ta pastrojmë këtë atë që thënë bërllokin apo llomin e disa pengesave të vogla deri në takime të tjera. Allahu i shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.